Projekt vendimi për shtesat buxhetore, gjithashtu projekt vendimi për plazhet duhet të tërhiqen. Pse duhet të tërhiqen? Duhet të tërhiqen sepse jo më larg se sot në mëngjes na ka ardhur një shkres analizë sqaruese mbi përcaktimin e çmimit të plazheve 7153, e cila ka ardhur gjysmë ore para mbledhje, ku bie ndesh me relacioni dhe me projekt vendimet, qoftë me pjesën analitike që ka pjesa buxhetore, qoftë me pjesën e plazheve që është pjesa tjetër. Me pjesën e plazheve bie ndesh sepse në Komisionin e Financës është bërë një votim dhe një diskutim mbi bazën e një analize financiare. Në pjesën e financës është bërë, po sqaroj pas financës, në pjesën e financës është bërë një diskutim komplet ndryshe. Gjithashtu, ka mospërputhje të shifrave. Në analizën financiare që na ka ardhur që sezoni është 5 muaj dhe në programin buxhetor pagat ja vendosur për 3 muaj, qershor, korrik, gusht. Pjesa sezonin e bëjmë 5 muaj, për llogaritjen 5 muaj, pagat janë për 3 muaj. Ndryshojnë të gjitha shifrat e pjesës buxhetore dhe në momentin që ndryshojnë shifrat nuk ke ku t'i ralokosh dhe ku t'i zgjidhësh të pjesën e shifrave. Mos të flasim pastaj për një analizë të bërë 50% më pak, kur në komision janë diskutuar shifrat të tjera. Dhe mbi bazën e diskutimeve dhe çdo lloj gjëje që është bërë në komision ka marrë votimin, kundër apo pro, 4-2 pro në këtë rast. Po ju them, ka mospërputhje të shifrave midis 2 projekt vendimeve dhe analizës që na ka ardhur sot në mëngjes. Dhe kjo mospërputhje shifrave shkon edhe me pjesën që në analizë na keni sqaruar që kjo kompani e plazheve do jetë 51 e bashkisë dhe 49 do jetë e privatit, po e marrin vesh sot në mëngjes, por ndërkohë as në projekt vendim dhe as në relacion dhe as në komision nuk është diskutuar kjo pjesë që do jetë një joint venture midis privatit dhe shtetit. Faleminderit.